Përshëndetje miq të Onside dhe ja ku jemi përsëri së bashku në episodin ton të radhës në këtë verë të nxehtë botrori dhe si gjithmonë me mua miku im dhe partneri im në këtë krim zoti Elvi Sharra. Përshëndetje Lorenz, Përshëndetje kënaqësi që bashkohemi sërish në këtë episod të radhës në këtë verë tepër nxehtë. Dhe kjo verë tepër e nxehtë jo vetëm për ndeshjet që kemi, por tepër e nxehtë edhe për temat që janë hapur. Pra pikrisht. Tema duke parë kaq shumë ekipe dhe duke parë kaq nivele të ndryshme, pra kemi aq shumë tema për diskutuar. Ashtu është. Dhe nuk e di se sa në këtë botror ja vlen të diskutosh tani për ekipe, për emra. Ka qenë një botror që na ka mësuar dhe na ka dhënë goxha surpriza në fakt dhe një ndër tematikat kryesore që edhe disa njerëz na kërkojnë është pikërisht fakti që ky botror është një botror ku nënvizohet pak rënja e disa yjeve, pra nuk po shkëlqejnë më disa yje dhe disa skuadra nuk arrin që të avancojnë me emrat që ishin mësuar në më përpara, domethënë këto ekipet e mëdha. Pra si e shikon ti këtë gjë? Emrat po funksionojnë pak ose nuk funksionojnë shpeshherë? Atëherë në një kompeticion ku efektiviteti i një ekipi është më i rëndësishëm se sa yjet, patjetër që emrat nuk do funksionojnë. Emrat funksionojnë për sa kohë ti duhet zgjidhësh situata një kundra një, por për sa kohë që ne kemi disa skenare loje, për sa kohë ne kemi disa faza loje, atëherë kontrolli i gjithë këtyre fazave është ai që është më i rëndësishmi. Dalim tek emra konkret të cilat mund kemi kohë ditë natë për të folur, por për t'i kapur shkurt, superstar si Messi, superstar le themi si Neymar tek Brazili, Ronaldo. Pra mund të jenë të mirë në një gjë, por problemi është një futboll modern, do duhet që ti të kesh të gjithë komponentët, duhet të dish se si të menaxhosh emocionin, duhet të dish se si të menaxhosh situata ndryshme taktike, standardet dhe në një kompeticion ku ti mund të fitosh dhe nga një goditje standarde, një lojtar do të jetë tepër i komplikuar dhe nuk mjafton thjesht emri apo ai talent apo ai marketing apo ai one man show që ti ke një armë kryesore dhe e përdor. Sot kemi lojtar që janë efektiv në faza ndryshme të lojës. Kush mendon se me botrore ose nëpër botrore, nëpër kampionate të forta apo kompeticione mund të fitosh me emra, e ka gabim. Emri ka ikur koha emrit, është koha le të themi e një lojtari le të themi që ditë të rinë strukturë, e një lojtari që ditë të luajë në grup, e një lojtari që ditë menaxhoj emocionet e lojës. Kemi pas rastin në historinë e futbollit ku ne shumë herë kemi thënë po ky lojtari si ka pas luajtur me të kombëtare. Pra, le të themi, marrim një lojtar që shumë njerëz nuk ja din vlerat realisht që i kanë fushë, sepse është i padukshëm shumë në mënyrën si funksionon. Një ekip yjer si Franca është Rabiot. Pra, Rabiot patjetër që është një lojtar që ka peshë, një lojtar që ka cilësi, por nuk është ai Mbappé, nuk është Olise, nuk është as Barcola. Pra, është një lojtar që ka faza të mira me topin, por është një lojtar që pa topin vrapon më tepër sa të gjithë. Mbasi vrapimi i tij nuk është aq dinamik sa që të lejë impresion, por është një lojtar që realisht mbulon hapësira, mbulon faza loje dhe është një lojtar që është shumë i rëndësishëm një trajner. Personalisht nëse unë do isha trajner, patjetër që një lojtar të tillë doja ta kisha. Po kemi rastin e Gjermanisë, një rast si Kimmich për shembull, që është një lojtar që gjithashtu vrapon, gjithashtu nuk i bie shumë loja në sy edhe pse si numër 6 ai merr lojë përsipër. Kemi raste si dikur Kedira me qenë po ke Gjermania, pra një lojtar që gjithsesi është një amortizues, që themi i dy fazave defensive dhe ofensive. Lojtar pastaj si Ambrosini, Broki, meqense jam dhe milanist, ndryshe nga ty si Interisti Fekur, që janë lojtarë të cilët Brokin i kemi pasur edhe ne, por nuk ka qenë kaq i mirë. Broki patikisht ka qenë nga ato lojtarë që u ka pas paragjykuar tepër edhe u parajgjuen se thonë si ka mundësi që fitojë kampionatin Champions League, por lojtar punëtor që duan lojtar të tillë, një Ambrosini do duhet gjithmonë. Pra janë lojtarë që janë tepër vendimtar dhe janë lojtarët e trajnerëve, janë lojtarët që domethënë çdo trajner më shumë ndihmohet nga këto lloj lojtarësh se sa nga ju. Pra, këto janë ato lojtarë që japin një dorë me të vërtet trajnerit, sepse edhe ajo qyteti për Rabiot është shumë e vërteta. Ajo 4-shja përpara e Francës
Parabiot aty mbrapa nuk do bënte sens. Pra që ti të mbash një artilleri kaq të rënd atje përpara pa një lojtar si Rabiot mbrapa do të ishte pamundur ndoshta. Pikërisht. Dhe meqense jemi kjo artilleria e rënd, artilleri të rënd le themi kishte edhe Portugalia, pra kishte një le themi një nga ekipet që fatkeqësisht doli jashtë nga ky kompeticion sepse realisht e shikohej si një ekip pretendent për cilësinë që kishte, por pati le themi një fazë që do kisha kënaqësi që ta diskutonim edhe bashkë këtë pjesën, pati një fazë që nuk diti të menaxhoj pak emrin, pra ajo që thon, pra emrin apo ekipin dhe këtu pastaj është një pjesë që ti kur ke lojtar me aq potencialitet, le themi sipër dhe ke pa emra aq mëdhenj në mesfush dhe mbrojtje, pastaj të duhet gjithmonë ai lojtari që ose do pranoj le themi të bëj të dytin ose do pranoj të vrapoj për ekipin, për lojtarin e ekipit, pra në këtë rast do pranoj të vraponte për Ronaldon, por pastaj tema është kur ti shikon që ai Ronaldo nuk po të jep se ti po vrapon 90 minuta, dhe ti po shikon që ai nuk po të shënon golin, ai nuk po marr lojë përsipër. Këtu pastaj është pjesa që orientohet ekipi, dhe këtu pastaj janë këto emrat që pranojnë dhe atë sekondarin që i marrin frenat e lojës në dorë. Konkretisht Lorenz, si e mendon ti këtë që i ndodhi Portugalisë me rastin e Ronaldos, pra një ekip me emra kaq mëdhenj, pse mendon ti se nuk gjeti balancën për shto këtu dhe këtë që sapo thash pjesën që nuk diti ta pranoj Ronaldon si lider. Pra, çfarë peti kjo Portugali? Unë pash një Portugali sterile, një Portugali që nuk arriti dhe nuk dinte ndoshta që të konkretizonte rastet. Ne e kemi thënë që Portugalia në atë përbërjen e ekipit në fakt është një ekip shumë cilësor. Po ti marrësh edhe individualitetet në kran, mesfush, janë lojtarë që kanë arritur nivelet shumë të larta. Ne kishim edhe 3 lojtarë, 4 në fakt bashkë me Gonzalo Ramos, por që nuk luante, që janë pjesë e Paris Saint-Germainit, 2 herë fituesi Champions League. Pra në përbërje dhe kanë qenë protagonist me Paris Saint-Germainin, të paktën 3 nga këto, pra 2 mesfushorët edhe mbrojtësi Kraut-Maite Mendes. Por një Portugali shumë sterile, një Portugali e vizatuar për tu mbështetur nga Ronaldo, po Ronaldo nuk ishte. Pra për mu Portugalia ka luajtur me një më pak. Dhe këtë gjë mendoj që ato disa lojtarë, një pjesë e mirë e lojtarëve mendoj që e kishin konstatuar edhe vetë dhe mendoj edhe që ato nuk kishin më besim te Ronaldo dhe kjo gjë ndoshta edhe nga ana psikologjike, edhe nga ana mendore i rëndonte dhe u shfaqte edhe në fush. Pra shpesh herë i kam parë portugezët që të performonin nën kapacitetin e tyre për mendimin tim, jo për mendimin tim, por për atë që unë kam parë tek ato lojtarë kur luajnë tek klubet e veta, për atë që kam parë tek Bruno Fernandes, për mundësinë që ai ka të gjërave që mund të bëjnë në fush, për atë që kam parë tek Vitinha, Joao Neves, Mendes, Cancelo etj. Ishin lojtarë të limituar, ndoshta edhe psikologjikisht nga prezenca e Ronaldos, që ishte një prezencë shumë e rëndë në 11, po as pak prezente në organizimin edhe në lëvizjet, mendoj edhe taktike të ekipit. Pra ti mund ta vizatosh një skuadër dhe mund mundosh që ta përgatisësh një skuadër edhe në funksion të një lojtari, gjë që mendoj që ke Portugalia edhe ky fakt në vetvete do ishte shumë limitues për cilësinë që atje kanë shumë lojtarë. Ndoshta mund të jetë më e natyrshme ta bëjë Argentina për Mesin, sepse Argentina përveç Mesit ka lojtarë shumë të mirë, po të marrim për shembull të krahasojmë mesfushën e Argentinës me mesfushën e Portugalisë, edhe mesfusha e Argentinës është shumë e mirë, por nuk i ka karakteristikat në paleggjo, në mbajtje topi që kanë portugezët. Pra është një mesfush dinamike, agresive, e palodhur, por në mbajtjen e topit nuk e bëjnë dot gjërat që bën Vitinha, Bruno Fernandes dhe Joao Neves. Dhe atëherë mund ta kuptoj Argentinën, nëse Argentina
po organizohet që të përfundoj gjithmonë topi tek Messi, ama Messi bën atë që bën. Nga ana tjetër, këta mundohen të organizohen që topi përfundoj ke Ronaldo, kur Ronaldo nuk bën më asgjë, jo bën pak, po nuk bën asgjë. Dhe nga ana tjetër edhe sikur Ronaldo të bënte diçka, nga ana tjetër prapë do mendoje që ishte penalizuese për lojtar aq të mirë sa këto që ka Portugalia për ta çuar lojën gjithmonë në të njëjtën pikë. Pra, mendoj që problemi i Portugalisë ka qenë ajo që ndoshta ka qenë për shumë vite gjëja e çmuar e Portugalisë, Ronaldo. Pa Ronaldon, mendoj që ato do të kishin qenë më të përqendruar, më të motivuar, më të gatshëm edhe për sakrificë. Dhe ndoshta edhe atë golin që psuan me Spanjën e kanë psuar për mendimin tim për faktin e një përqendrimi të ulët, pra e një motivimi jo në nivelet e një botrori. Pra motivimi atyre për mua nuk ishte në nivelet e një kompeticioni kaq të rëndësishëm. Ashtu është, rasti Ronaldo se Portugalia ishte një të themi na shoqëroi në këtë rrugëtim që Portugalia pati, pra që nga data nga fillimi i këtij botrori dhe deri tani. Tema Ronaldo është një temë tepër delikate sepse para pothuajse duhet ndajmë çfarë ka bërë Ronaldo, që të gjithë heqim kapelen, pra një lojtar i madh, domethënë nga më të mëdhenët e historisë. Debat tjetër Messi Ronaldo, ajo është diçka që ne për momentin nuk na intereson shumë në këtë kompeticion, por Ronaldo në këtë kompeticion ishte një Ronaldo, le të themi, në hije për sa i përket aftësive gërshënuese që i ka. Pra, nëse dikush mendon se Ronaldo merr topin nga 40 metra dhe driblon, nuk është më i Ronaldo. Pra, ka 10 vite që është zhdoruar një lojtar, le të themi, gërshënues. Dhe ne nuk e pam të lloj gjëje dhe do të kemi parasysh që kur ne luajmë me një pyk si Ronaldo, presim të jetë më intensiv kundra topit, të jetë më intensiv në sulmim hapësirash boshe dhe të jetë gjithashtu një lojtar që ai nuk e ka cilësinë që të vijë midis linjave dhe të shërbejë. Pra që kjo është një minus në një ekip që mundohet të xhonglojë topin, sepse kur ti ke një plus që të kthehet midis linjave, pra rasti Harry Kane, rasti Messi, pra këto janë sulmuesit modern sot, ti ke luksin që edhe në humbje topi ti je afër dhe i pari që presion është po ai që humb topin, pra ai që është sa më afër topin. Në rast Ronaldo, wingeri dhe ke gjithmonë një plus dhe ajo një plus bën diferencën që ti kap topin dhe pastaj kalon le të themi në tranzicion pozitiv. Pra kjo është një pjesë që Portugalisi mungoi agresiviteti dhe shto këtu emrat e tjera, sepse ne themi Ronaldo, po Ronaldo përsa atë që thon fushën e lojës të themi që nga emrat më të vegjël. Pra pati disa momente që ai me cilësinë që ka i zgjidhë nuk i zgjidhë keq, me thënë drejtën, por u prisi gjithmonë më tepër. Por do të kemi parasysh që një mesfush e tillë që ti përmend emrat që janë realisht superstar, sot për sot nga mesfushorët më të mirë në botë, pra që ne i gjejmë në top klubet europiane, nuk e pranojnë kollaj një minus, pra që nuk preson dhe ai të vrapoj për ty, nuk e pranon kollaj që ti t'jesh superstari jashtë apo në media kudo dhe ti të vraposh për atë në fushë dhe ai mos ta shpërblej, nuk e pranojnë dot dhe kur ekipi është zgjatur dhe ti duhet vraposh, sepse kur zgjatet ekipi, kujt i bie barra? Mes fushës. Pra, mbrojtja sulmi zgjatet, hapësira është më madhe mes fushën, para mbrapa me të zgjatas është gjithmonë ai mesfushori që vuan, le të themi, të pjesë dhe në atë moment ai shikon nga stolja për të pasur çik suport, për të pasur ndihmë, për të pasur dhe kur ti shikon që trajneri jot, jo se s'do, po mbase s'ka ç'a bën, aty pastaj fillon kupton edhe kjo është e kupton pak situatën pak ndryshe dhe thotë kjo është. Na kuptoj varja sepse tani nuk kështu që nga kjo punë. Dhe kjo ishte ajo që Portugalisë mendoi unë nuk kishte se çfarë i bënte asnjëri. Asnjëri nuk kishte çfarë i bënte që mos ke kuptuar me Ronaldo sepse kush është ai që sot do të tunë edhe një botror. Kush është ai që në fund të karrierës si ego flas. Jo, dakor, por Ronaldo ka të gjithë të drejtën që të dëshirojë të luajë edhe një tjetër. Çështja është duhet me marrë ca vendime në fund fare dhe merr dikush tjetër. Është një temë që po mendosh ftohtë në komercializim apo në përkthim xhiroje që ky kompeticion bëri për shkak të Ronaldos është shumë e madhe. Sepse ta thosh, nuk është se donte ti këtë Ronaldo për arsye egoje, e kuptueshme, s'është normale. Patjetër bashkohem me ty. Nuk donte Portugalia.
Pse? Sepse me Ronaldon fush mund të fitonte më tepër se sa do fitonte po ta fitonte Kupën e Botës pa Ronaldon. Pra, kjo është në shifra parash, edhe marketing. Amerika, Meksika, Kanadaja, vende organizatore nuk të përfitonin aq shumë sa që të përfitonin me Ronaldon. Pra, ishin aq shumë interesa sa që edhe në bazë edhe sikur Ronaldo të donte mos luante, do t'i thonin aman luaj. Pra, kjo ishte pastaj trajneri është ai që ka në dorë. Po unë kuptova që Martinez nuk ishte çfarë bënte. Dhe kjo ishte pjesa më dhe ti pastaj këtu dalje pastaj ke morali jot si lojtar i madh që ti vetë duhet kuptosh kur duhet dalësh. E kupton kur jep, e kupton kur s'jep. E kupton që ndeshje që duan intensitet ti nuk mund ta bësh 90 minuta. Nuk mund ta fillosh mbase nga stoli dhe përgjithsisht ti hyn zëvendësues 30 minuta e fundit, 20 minuta, mbase edhe një pjesë nëse do jetë e mundur, dhe ti në atë pjesë mund të shënosh, sepse mbas minutës 70 shënohen 70% të golave në të gjithë historinë e futbollit. Dhe kjo ndodh sepse lodhja rritet, aktiviteti neuromuskular ngadalësohet, po ngadalësua kjo shtohen gabime dhe kush përfiton? Ai fresi dhe ai që ka nuatin e golit. Aq më tepër me këto temperatura dhe me këto ndeshje që tashmë po zgjasin shumë sepse vazhdojnë gati deri në minutën e 100, po shpesh herë edhe më shumë. Ke 100 minuta, po rreth 100 nuk ka më. Shtesat janë shumë më të gjata. Dakord, pra kjo thelbi i gjës ishte do të thënë që ne e nisëm diskutimin për të parë në fushë se çfarë ndodh. Pastaj jam shumë dakord me ty që jashtë fushës me të vërtet janë emra që sjellin një zhurmë mediatike dhe marketingu të frikshme, por normalisht tani edhe unë do doja që në Ronaldo fenomeni të luante prap futboll apo ku diun Lothar Matthäus luante prap futboll, por tani futbolli ka një gjë që ka një datë skadence dhe aq më tepër kur e sheh që grupi nuk të pranon më. Pra unë kisha edhe këtë perceptimin edhe gjatë lojës së portugezëve që e shikoj edhe e dallon, po të shikosh Argjentinën, ato po ti thuash hidhuni tani nga gremina për Mesin, ato hidhen. E dallon kur bëjnë gol, kur festojnë, domethënë ato në çdo moment kërkojnë Mesin me sy. Edhe kur janë në vështirësi, edhe kur janë mirë, edhe kur janë të dëshpëruar, edhe kur janë të gëzuar. Pra ato domethënë luajnë, jetojnë në termin në kuptimin sportiv të fjalës, jetojnë për kapitenin, jetojnë për lojtarin e tyre. Portugezët nuk e kishin këtë. Nuk e kishin dhe unë mendoj që nuk është se e pam vetëm ne, unë mendoj që edhe trajneri e dinte këtë punë. Unë mendoj që edhe enturazhi rreth rrotull ekipit e dinte këtë punë. Pastaj, ky botror iku, po mund vjen keq nga ana sportive për Portugalinë, sepse ishte një ekip që në letër mund të jepte një futboll ndryshe dhe mund të kishe avancuar edhe pak më shumë. Që gjëja më dëshpëruese Lori që unë shikoj tek pjesa e Ronaldos është një fenomen që mbase ti tani duke folur po vinin flashback disa eksperienca, lehtësime, njohuri që kam, jo vetëm botën e futbollit, por kjo është le të themi edhe një fatkeqësi mendoj në brezave të ri, një fatkeqësi që ndonjëherë kur ti edhe nuk performon, ndonjëherë kur ti edhe nuk të duhet performosh, ndonjëherë edhe thjesht sepse duke pasur një emër apo duke pasur një standard, le të themi shoqëror, ti duhet të jesh në disa situata të mban me shpresë që ti edhe mund të dalësh. Pra që është okej, pra që njeri më të mendoj si doj, por rasti kur ti nuk performon më, kur ti nuk vlen më, pra në atë profesion, në atë cilësi që ti ke, atëherë mbase është më mirë që të hapësh krahun dhe jo vetëm ti hapësh brezit të ri, një dorë më tepër, sepse ai brezi i ri, Ramos, si thua, është një lojtar i afirmuar që u ble 70 milion apo 80 milion nga Milani, pra nuk flasim për lojtar do si do dhe. Kjo pjesë është edhe një fenomen social që ndonjëherë thjesht duhet të jesh, pra se duhet të jesh sepse ke disa pozita, është një fenomen që nuk janë dhe shembull që mund të jepet edhe brezave të ri. Kjo është pjesa më problematike. Me që përmendë Ramos, sepse shpesh herë kam dëgjuar në debate kur diskutohet për Ronaldon që thonë iku Ronaldo,
Ja iku Rama, kush do vi? Ja iku Ronaldo. Ramos nuk është në nivelin e para punës është një kjo që the ti, që ky është një lojtar që është bler 70 milion euro dhe një ekip me emër si Milan, sado pak jo në kulmin e tij siç ka qenë Milan, por gjithsesi bën një vlerësim siç duhet të lojtarëve. Pra një lojtar që në stol që teorikisht duhet të jetë në rolin e Ronaldos, e Cristiano Ronaldos, është bler 70 milion euro. Po edhe sikur ta marrim të mirëqen që Ramos nuk mund ta zëvendësonte atë Cristiano Ronaldon, që askush s'mund ta zëvendësonte një Cristiano Ronaldo prime, sidomos në rolin e golashunuesit, sepse është një lojtar që ka thyer rekorde golash në mënyrë absurde. Por vetë skuadra mund të kishte gjetur mënyra të tjera për të shprehur apo për ta kamufluar këtë mangësi nëse e pranojmë, unë nuk e pranoj, por nëse e pranojmë që ka një mangësi në sulmin e Portugalisë pa Ronaldon, skuadra ashtu si Spanja. Spanja nuk luan me një sulmues të mirëfillt. Luan me një nënç falls që bën shumë mirë në atë lojë harmonike që ato bëjnë me njëri tjetrin, sepse e kanë zgjidhur në këtë mënyrë. Ama kam parë disa edhe në ndeshjen e fundit, ky Oyarzabal sa ndërhyrje në mbrojtje. Pra, dhe tregon që skuadra ka nevojë për atë lloj lojtari, përveç sa i shënon, sepse gjithsesi gjendet aty në zonë edhe shënon, por bën edhe një punë tjetër, gjë që mund ta bëjë dikush edhe tek Portugalia dhe t'japi mundësi këtyre lojtarëve të tjerë cilësor si Bruno Fernandes që t'inserohen, si Bernardo Silva që neti shumë kohë në stol, si Neves, Vitinha apo lojtarët e krahut. Pra, për mua i ka prish goxha punë. Loja futbollit Lorenz ka 5 faza. Pra janë 5 fazat e lojës që janë faza me top, pra ti ke topin zotrin, faza pa top. Ke tranzicion negativ, tranzicion pozitiv, ke dhe standardet. Unë do doja të fusja edhe një fazë 6, që është tranzicioni po ashtu kaotik, pra kur ti humb topin, rifiton, rifiton. Dhe sa më shumë kaotizëm ke brenda, aq më tepër dinamizëm kërkon loja moderne. Pra le të themi në këto, po marrim 5 fazat, 5 fazat duke futur edhe standardet në 5 fazat klasike. Nëse një lojtar sot nuk bën mirë në një nga ato faza, ekipi jot nuk mund të fitojë. Një lojtari vetëm. Në këtë nivel po arrin futbolli perfeksionizmi. Ronaldon në këto 5 faza e ketë mirë vetëm tek faza me top. Dhe faza me top kur ti edhe 1-3 dhe fushës kundërshtare dhe aty ai kërkon të shërbehet. Por po të shikojmë, futbolli sot ka plot numra 9 që mund godasin dhe mund shënojnë gol. Pra ke lojtarë si Haaland, ke lojtar Oyarzabal që si sapo the, pra janë lojtarë që realisht i bën faza të tjera dhe ndërkohë, pra ti nuk është se je më i veçantë në këtë fazë dhe gjithë po thënë wow, çfarë bëre. Po shënon gjithë golet me penallti, po shënon le të themi situata që nuk është po bën çuditëra dhe pastaj është kjo që shokët e ekipit pastaj i linë gjithmonë pikpyetja, po pse ky? Pse ky tani, pse ky, dhe ai -1 ishte pasaj në këto 5 faza ku ti do të vraposh mbi 10 km me shpejtësi dhe me intensitet lart, realisht është shumë e lodhshme dhe pastaj kur shikon dhe disa skena në fushën e lojës që lojtarë si Bruno Fernandes për shembull nuk është se kanë pas ndonjë relat mirë me Ronaldon. Dhe kjo pasaj është dhe që në moment që ti ke një emër dhe tjetri ti po bie dhe tjetri po ngren atë hierarkinë vet në ekip, peshën, që kjo vjen me kontratat majme me gjitha, e kupton pastaj që shiko se ti për moment nuk po jep më tepër se unë dhe këtu pastaj fillojnë ato konflikte para. Shto këtu pastaj te lojtarë tjerë si Rafael Leao, që lojtar që ti e fusje Leao, nuk e kuptoj si mund të fusësh Leao bashkë me Ronaldo, kur ty të duhet, okay, mbase po luan një lojë me kundërsulme, e kuptoj. Por kur ty të duhet le themi në 1/3 që ti je dominant dhe po e zotron, pra nuk janë lojtarë që ty do t'japin atë shkëndijën, pra sepse ti gjaj e ke cilësinë në 1-1. Nuk të duan, pra nuk e kuptoj ndonjëherë zgjedhja që ka bërë Martinez dhe unë kuptova që ajo që të thash dhe shpar që Martinez është një trajner shumë i përgatitur. Realisht është trajner shumë i përgatitur, pra për këtu do të bim dakord gjithë, por në këtë kompeticioni ai nuk ishte çfarë bënte.
kjo ishte e gjitha. Kemi rastin e Portugalisë që lojtari e them që kur është më i madh se kombëtarja dihen pasojat. Kemi po ashtu rastin e Gjermanisë, e cila është një, le të themi, kombëtare, nuk po them modeste në letër, sepse emrat realisht i ka të mëdhenj, por që ti aty e kupton që asnjë lojtar nuk është mbi federatën. Asnjë trajner nuk është mbi federatën, dhe kjo është tipike një strukture të fortë që nëse ti në këtë strukturë, sepse ti mund të fitosh një botror, mund të fitosh 2, 3, po ti asnjëherë nuk do fitosh në vazhdimsi. Gjermania u eliminua kaq shpejt, por Gjermania është prapë aty mbas 4 viteve, pra i iku Nagelsmann, flitet vi Jurgen Klopp, një trajner që realisht është një trajner që ka një popularitet tepër të mirë në Gjermani, është një trajner i cili ka një kontroll emocional, ka një kontroll grupi, një kontroll tekniko-taktik që asimilohet shumë mirë me karakteristikat e Gjermanisë si kombëtare, por edhe me karakteristikat e tij si njeri. Dhe kjo është ajo që Jurgen Kloppin e bën një trajner, le të themi, të mirë, ose një trajner të shkëlqyer, do doja të thoya, për një kombëtare, sepse në kombëtare zot harrojmë që kombëtare nuk është klub. Ti nuk ke kohë të implementosh ide, ti nuk ke kohë të implementosh gjëra të reja, ti nuk ke kohë të krijosh një autoritet, le të themi, tekniko-taktik. Pra ti mund të japësh ide, mund të japësh principe loje, por ti do të bazohesh në për ato principe që ky grup lojtarësh mund t'i bëjnë. Nëse ti pastaj fillon krijon ato mekanizmet tu për të prishur këtë lloj balance që ai lojtar ka 3 vjet që luan te Bayerni apo te Dortmund apo ku dëgjon Manchester City, në atë mënyrë ti mundohesh të japësh ide të reja për egon tënde si trajner dhe jo si menaxher. Atëherë këto pastaj ishin ato pjesët downside-et e Nagelsmann dhe Jurgen Klopp pastaj që është një figurë e mirënjohur dhe e dashuruar, le të themi, në botën e futbollit, është zgjedhja, mendoj, perfekte që mund të jetë për Gjermaninë. Mendoj që, domethënë, mënyra më e mirë për t'i kthyer buzëqeshin menjëherë gjermanëve mund të ishte të zgjidhja Jurgen Klopp, që mendoj që është maksimumi sot për atë çfarë mund të ofrojë një stol. Për mua ai renditet bashkë me trajnerët më të mirë të gjitha kohërave, bashkë me Ancelottin dhe emra të këtij kalibri. Pra, nëse Gjermania, siç the ti, na ka mësuar me ringjallje sportive, mendoj që dora më e mirë për ta kryer këtë ringjallje është ajo e Jurgen Klopp, dhe kam parasysh, domethënë, edhe Liverpoolin e Kloppit, kam parasysh edhe Dortmundin e Kloppit, kam parasysh edhe faktin se sa determinant është ky trajner për ekipin, edhe kur ndoshta jo të gjithë lojtarët janë kampion. Sepse mu, për shembull, në rastin më të freskët të Liverpoolit më kujtohet që lojtarët mbrojtësit e krahut, Robertson dhe Trent Arnold, Alexander Arnold, pasi iku Kloppi, nuk është se shkëlqyen. Mesfushor si Fabinho, pasi iku Kloppi, nuk është se shkëlqeu më. Po edhe vetë Mane, Salah, nuk është se patën pasi u larguan nga Liverpooli apo pasi iku Kloppi, po të njëjtin shkëlqim, dhe të kujtojmë që ka fituar me Liverpoolin me Firminon si sulmues. Pra, mendoj që është një lojtar një trajner që arrin të nxjerrë maksimumin nga lojtarët, edhe kur lojtarët ndoshta nuk janë kampion të nivelit absolut, por janë të gatshëm që të dëgjojnë këshillat e tij dhe mënyrën se si ai do që skuadra vet luaj. Prandaj shpresoj, sepse po t'i marrim dhe me emra, Gjermania nuk është më e pakët në 3/4 e vetës, sepse po të kesh lojtarë si Wirtz, Musiala dhe Karl që po rritet mirë si lojtar, ndoshta duhet të sajosh një golashënues të stilit më gjerman, por këto 3 lojtarë janë lojtarë të nivelit shumë të lartë. Dhe duke patur parasysh edhe konsideratën që Klopp ka për Wirtz, më lën të mendoj dhe kam kriju përshtypjen se edhe Wirtz do të përmirësohet shumë tek Gjermania me ardhin e Klopp. Dhe
mendoj i gjithë ekipi duke mos harruar që Gjermania është duke bërë shumë mirë edhe në futbollin e moshave. Në këto ditë po luhet edhe Evropiani U19 ku Gjermania të shtunën është në finale kundër Spanjës dhe kjo tregon një kujdes të vazhdueshëm sepse Gjermania, domethënë në rezultatet e futbollit moshave ka qenë shumë ka pasur rezultate shumë pozitive gjatë viteve të fundit, edhe pjesëmarrja në finalen U19 shpejt do jetë, kam përshtypjen vitin tjetër edhe botrori under 20 dhe tregon që Gjermania po mundohet gjithsesi që të rrisë disa breza të mirë të futbollit dhe ndoshta me një ndryshim në përbërjet të kombëtares gjermane dhe me një rivitalizim të atyre lojtarëve të mëdhenj që janë aty, mendoj që Gjermania mund të kthehet të jetë përsëri në atë grupin e skuadrave pretendente të një kompeticioni të madh. Atëherë, patjetër që po, rasti i Gjermanisë le të themi është një diçka që për sa i përket aspektit moshave është një cilësi le të themi shumë të lartë dhe këtu jo vetëm për talentet që ky ti e di më mirë nga të gjithë këtë punë. Pikërisht, do të qenë se janë pjesë e strukturave aty dhe është realisht e qartë që ajo që unë shikoj me sytë e mi, domethënë përditshmëri apo në kompeticione realisht të lënë shpresë që kjo kombëtare të shkëlqejë në të ardhmen. Jo sepse aktualisht nuk i ka lojtarë histori, i ka, por është e pjesa që lojtarja apo struktura dhe ndonjëherë struktura në kompeticione të tilla ku 3-4 ndeshje bëjnë diferencën, është pak relative sepse nuk mund të thuash se Gjermania me Nagelsmann nuk kishte strukturë. Problemi është si u qasën këto lojtarë në këtë muaj kësaj strukture. Pra, dhe kjo përse është e diferenca që kemi në trajnera që janë trajnera apo trajner menaxhera. Rasti që kemi tu në ekran i Jurgen Klopp është patjetër trajner menaxher. Këto janë trajnerë alor që po të kujtoj në si personazhe, se në atë energjinë që këto thithin rreth e përqark janë trajnera si rasti Mourinho's. Pra, të kujtohet besoj skena kur ky mbas ndeshjes në Bernabeu ka qenë ndeshje që deklaroi që do ikte, i thotë çunave të ekipit që do iki, që do ndrodhë nga Inter shkojë tek Real Madrid dhe që filluan qanin. Ato lotë për lojtarët nuk ishin lotë se do i mungonte thjesht një person. Ato janë lotë sepse do i mungonte ai lloj habitati, ajo lloj energjie që e rrethonte dhe është ndryshe të shkosh në punë me qef, sepse në fund fare lojtarët punëtor janë, dhe është ndryshe të shkosh me një personazh që mbase nuk do t'ja di dhe të thotë thjesht do bosh atë. Pra, ka shumë ndryshime dhe ndonjëherë trajnera si Klopp apo Mourinho janë trajnerë që mbase mendoj nuk duhet konsumohen shumë në përditshmërinë me klube, por janë trajnerë që mund të bëjnë më mirë në role le të themi më menaxheriale se është trajneri kombëtares. Shtolku dhe profilin që ai tashmë ka tek RB Leipzig, domethënë që është Red Bull Leipzig, është një profil që ka një profil drejtues, drejton le të themi gjithë atë chainin e Red Bullit në botë, në Amerikë, në Europë, Gjermani dhe është realisht një trajner që punon shumë dhe ke pjesa e mbrojtjes, ke pjesa e rest defense, sepse ti e përmendë këtë Liverpooli, po Liverpooli ishte le të themi ekipi parë që i doli ballë për ballë filozofisë të Guardiolës. Pra, filozofia ishte e Guardiolës t'i gjeje lojtarin me third man solution, pra me topin e tretë, dhe rasti i Kloppit ishte që si anti-skem përdorin mbylljen e linjës pasimit, duke presuar pastaj 1-1 gjithë fushën. Dhe ky 1-1 duke futur, pra ti përmendë dy mbrojtësat e krahut të Liverpoolit, duke futur të dy mbrojtësat në qendër, në pjesën pa top, ti gjithmonë e ke +1 jo në siguri mbrapa, por e ke në siguri anësore dhe në distancat shkurtra ti gjithmonë ke +1 lojtar. Dhe ky +1 duke lënë krahun ku nuk është topi të lirë, ti mundohesh të kesh më tepër lojtar në krahun ku është topi dhe aty pastaj duke kapur topin ti gjen gjithmonë Henderson, nëse e mban mend, ka bërë disa sezone të mira. Për këtë arsye, sepse në fazën kur ti shkon në gegenpressing dhe zotron topin në 5 sekondat e para, ti mbas zotrimit të topit i gjen Henderson dhe pastaj ke gjithmonë mundësi që të kapësh 2-1 me Salah, Firminion dhe kështu me radhë. Kështu që kjo ka qenë filozofia e një rest defensit fort që ai e bënte me lojtarët e krahut dhe detyrimisht me lojtarët e qendrës. Dhe kjo është ajo që mendoj që do ta bëjë tek Gjermania
Dhe kjo është ajo që në futbollin modern rest defense, sepse dëgjojmë shumë shpesh rest defense, por rest defense është thjesht një lojë, pra mbrojtja që ti bën kur ke topin zotrim. Përgjithsisht lojtarët dhe trajnerët apo sportazhët thonë nga që shumica shikon topin dhe problemi është kur humbet topi. Domethënë problemi është përgatitesh për mbrojtjen kur lojtari si je rreshtuar ti në momentin që e humbet, po. Që kur e humbet, po është e vështirë ta parashikosh kur ti je në zotrim topi. Pra ti do të mendosh se kur ai lojtari që ka topin do humbi topin atë moment. Dhe çfarë do bësh? Kjo është e gjithë loja dhe është shumë e vështirë që ti si lojtar në 90 minuta kesh këtë gjë. Pra më një herë mos ta kesh ti pson gol. Dhe do shikojmë edhe nga çerekfinalja dhe tuti në botror që kjo do jetë një temë që kush do e bëjë mirë këtë do fitoj kompeticionin. Maroku është mjeshtër për këtë lloj gjëje dhe do ta shikojmë. Kështu që është shumë e rëndësishme defensi, por nuk e di se sa është menaxhimi emocional pastaj, është i rëndësishëm apo është si e mendon? Po, unë mendoj që është pak i rëndësishëm sa taktika? Po, dhe mendoj që në rastin e kombëtarëve ndoshta edhe pak më shumë i rëndësishëm se taktika. Tani, të kemi parasysh që trajnerët që vinë dhe stërvisin ekipi që marrin pjesë në botror, në përgjithësi kanë disa njohuri taktike, dikush pak më shumë, dikush pak më pak, dikush më i kujdesshëm te taktika, pra dikush e shpreh më shumë, dikush e shpreh më pak. Por po të bëj një kështu flashback dhe të kujtohem pak trajnerët ndër vite që kanë fituar botror, nuk është se mbaj mend ndonjë trajner që ka fituar botror me ndonjë trajner që të ketë qenë ndonjë takticien i mirëfillt. Kur them për takticien, them për Nagelsmann, them për Tuchel, të shikojmë ç'a do bëj këtë vit, them për Arrigo Sachin, them për disa, të them edhe për Kloppin, por Kloppi ka një gjë, që Kloppi ka edhe pjesën e menaxhimit, e theti. Pra Kloppi është takticien shumë i mirë, po ka edhe pjesën e menaxhimit. Tani kur unë mendoj që domethënë botrorin e kanë fituar Deschamps, Scolari, Del Bosque, që kanë qenë trajnerë që kanë stërvit edhe ekipe të mëdha, por nuk kanë patur taktikën armë kryesore. Domethënë Del Bosque kur stërviste Galacticos apo edhe Spanjës, edhe Spanja Galacticos ishin, domethënë ajo Spanja atyre viteve. Ndoshta nuk ishte as shumë nevojë për vetë karakteristikat e lojtarëve, por ai dinte ti menaxhonte mirë, pra edhe si Ancelotti që te Real Madridi domethënë kishte ato gjela dhe iku Ancelotti dhe u bë lëmsh aty këtë vit. Pra ti e the shumë mirë, edhe Nagelsmann nuk është se nuk i kishte këto karakteristika. Pra edhe Nagelsmann kishte një Po ndihmoj, po ta bëj pak më thjesht. Mendon se Xabi Alonso, Arteta, Guardiola do ishin trajnerë kombëtarë? Që do ishin trajnerë kombëtare, po a do fitonin botror, nuk e di. Sepse mendoj që domethënë është më e kollajshme ta fitoj Scaloni botrorin, sepse ai domethënë ka qenë si një lojtar, pra nuk grupi i Argjentinës atë trajner e sheh si shok. Domethënë dhe ndoshta ajo Argjentinë, ashtu si është ndërtuar dhe ashtu si sillet në fushë, ka nevojë për një shok. Ka nevojë për një këshill më shumë se sa për një udhëzim trajneri. Pra shikoj më të natyrshme në këtë lloj kompeticionesh ku presioni është shumë i madh, koha shumë e shkurtër, rekuperimi është shumë i shpejtë, domethënë dhe ti nuk je gjithmonë në maksimumin tënd dhe lojtari dhe mund të mërzitet për këtë punë, që ka ndeshje çdo 3 ditë dhe nuk arrin ndeshjen e dytë të japi maksimumin që do donte, dhe ti ke një psikolog të mirë dhe ti ke një shok të mirë që të motivon. Dhe më shumë e shikoj te kjo pjesë. Patjetër që na pëlqen kur kombëtarët luajnë mirë, domethënë Spanja luan mirë. Aty duket që ka një punë shumë ndër vite, por që ndoshta fillon që nga akademitë, ndoshta fillon që nga këto që kur janë të rinj këto lojtarë që mësohen të luajnë ashtu, dhe ky është një rast unik shumë i mirë. Por mendoj që Kloppi domethënë i ka të dyja këto, Po më shumë ndoshta do i duhet pjesa e motivimit, pjesa e menaxhimit, pjesa e organizimit, patjetër që edhe pjesa taktike, sepse Gjermania, me thënë drejtën, edhe kur ka dalë edhe në këtë kompeticion, unë ja kam
nënvizuar vlerat edhe Nagelsmann, sepse unë kam parë edhe në Evropianëve, Gjermania bëri një super Evropian, pavarësisht se ajo gjysmëfinale me Spanjën shkoi si shkoi me 200.000 polemika etj, por ka luajtur mirë. Ka tentoi të luante mirë edhe në këtë botror. Ndoshta u tradhtua në thojza pak edhe nga një situatë e brendshme e grupit jo shumë ideale. Por shkoj si shkoj, megjithatë dua të them që Nagelsmann është një trajner që tenton të luaj futboll, të ketë sa ide edhe inovative deri diku, por Klopp për mua është maksimumi, Patjetër. Edhe rasti Klopp Nagelsmann apo përmendëm edhe raste të tjera si Guardiola, Arteta, apo deri diku edhe Bielsa, pra sepse edhe Bielsa ishte një pikpyetje tepër e madhe se sa e rëndësishme është thjesht një trajner i mirë dhe sa e rëndësishme është thjesht një menaxher i mirë. Pra diçka në mes, si rasti i Jurgen Klopp është perfekte, por unë do thoj nëse unë do isha, le të themi, drejtuesi ndonjë federate, patjetër që unë do pyetja e parë që do i shtroja vetes time është që ky trajner dua të ma bëj ekipin më të mirë apo dua që të ma fusi ekipin në shina. Pra kjo është ajo pyetja që realisht një president federate ka gjithmonë kokë dhe është shumë e kollaj të gjesh trajnera të mirë sot, sepse trajnera të mirë ka ato që servisin mirë, por është e vështirë të gjesh menaxherë të mirë dhe menaxheri i mirë është, mendoj unë që është një virtyt që njerëzve sot po i humb, por ku vjen puna e kuptueshme pse po i humb kjo, padurueshmëria për të marrë me njerëz, përgjegjësitë e mëdha që ke 700 gjëra në kokë, aq më tepër në rast të futbollit ku ti ke të bësh me 26 lojtar, pra me një grup tepër të madh, pak kënaqësi të mëdha sepse 11 luajnë dhe në këto 11 do të dish se këtë, le të themi, ta mbash jo me hatër, po ta mbash, t'i japësh më minuta sepse po si dhe minuta ai mërzit, pra janë shumë gjëra që nga ana menaxheriale roli i trajnerit i kërkon, por janë edhe gjëra tjera që lojtarët i ke të gatshëm, pra janë lojtarë të gatshëm që nuk është se gjatë vitit ti ke mundësi që t'i japësh i telefonosh me trajnerët e klubeve, të flasësh me stafin tënd, të pyesësh, që ndrosh në kontakt gjithashtu me lojtarët e tu, të interesohesh madje edhe për hallet familjare që do mund të kenë dhe çfarë zgjidhje mund t'i japësh nga aspekti moral apo nga aspekte tjera. Dhe kjo është ajo që e bën një trajner, le të themi, menaxher nga ana humane dhe menaxher dhe nga ana profesionale. Sepse të jesh një trajner, le të themi, ne themi trajner laptopi, është e kollajt. Pra është e kollajt që ti të gjenerosh, të shikosh stërvitje, shumë edhe problemi është të dish se ku ti implementosh në stërvitje dhe kujt e implementosh dhe si ndeshje të caktuar të zgjidhësh, është pastaj çik ajo know-how, ai instikti se si një trajner e zgjidh situatën. Kjo patjetër kërkon dhe stafin nga mbrapa, por kjo kërkon... Pastaj trajnerët e mëdhenj në klube janë mësuar që bëjnë një kërkesë, vjen lojtari. Domethënë Guardiola gjithë këto vite ka bler këtë i doj kokra qefit. Në tek kombëtarja do marrësh ato që ke. Pra kjo, unë dua se më bën punë Gündogan, merr Gündogan. Dua se më bën punë De Bruyne, merr De Bruyne. Dua se më bën punë ky, merr këtë. Imagjino çfarë luksi në 2 vitet e para ka ndruar mbrojtjen, kjo Manchester City në 2 vitet e para ka ndruar gati 1 miliard euro vetëm pjesën defensive në 2 vite. Dhe kjo është një luks i madh dhe këtu pastaj është që du t'i besosh ti si president, du t'i besosh shumë ideologjisht ti që këto trajner ta japin këtë, pra Luis Enrique, pra ti beson, sepse janë fitues. Janë fitues një punë që e përmirësojnë lojtarin. Pra ai Kvara që e blen nga Napoli, patjetër që u zhdorrua. Pra nuk është se ai u bë Maradona, por u zhdorrua në pjesën defensive, po e mësoi i dha ca përmirësime Luis Enrique, por në kombëtare ti si trajner do të jesh i aftë që filozofinë që ka Luis Enrique, nuk është se i dha ca përmirësime, i bëri ca kërkesa dhe ai është detyruar ti bëj. Patjetër. Sepse përndryshe nuk luan më. Patjetër. Kurse në kombëtare ti i ke grumbulluar lojtarët, ti do s'do ato lojtar ke. Patjetër. Kurse ke Parisin në fund vitit, nëse ai nuk i bën detyrat, ti i thua president, lutem, ky nuk bën punë, më merr një tjetër. Patjetër, bashkohemi 100% me ty, por do të shohë edhe këtë pjesën tjetër që ti i bën ato, po nëse lojtari nuk e ka të qartë se si duhet ta bëj, se si ta bëj, sepse nuk e ka bërë ndonjëherë,
atëherë ti du ta bindesh, ti nuk e bind dot në një javë grumbullim kombëtare, ti e bind në një sezon. Ti e bind duke stërvitur për ditë, sepse ke parasysh 2-3 herë në ditë stërvitje, videoanaliza, shumë gjëra. Pra ti në një kombëtare nuk ke kohë fizike, edhe po t'ja çosh to prezantime, t'ja dërgosh me email apo në aplikacione të tjera që këto i kanë për komunikim. Nuk ka kohë sepse realisht i impenjuar 24 orë me ekipin e tij. Pra shumë e vështirë që një lojtar, një klub ti ta transformosh në kombëtare. Principet që duhet të kesh si trajner kombëtar duhet parafrohen me klubin. Ti përmend Del Bosken. Del Bosque është një trajner që nuk ishte trajner klubi, por ishte trajner që u adaptua si me Galacticos para 2010-s dhe 2008-s, u adaptua dhe me pjesën e Barcelonës. Pra, pati 2 stile loje dhe një trajner të ketë 2 stile loje është pak e vështirë, sepse ka një fizionomi në vite të caktuar, pavarësisht se mund ndryshoj. Por për moshën që ai kishte, ai thjesht u adaptua një herë Guardiolës, një herë Real Madridit. Dhe kjo ishte ajo që bëri suksesshme dhe sot kësaj dite mbahet në gjithë Spanja. Kështu që futbolli modern, kjo është virtyt, nuk është mangësi. Për ne tifozët e Gjermanisë shpresojmë që Kloppi të jetë një augur i mirë, domethënë për të ardhmen e kësaj kombëtare. Të nderuar miq, duke biseduar për Gjermaninë, për Kloppin, shpresoj që të jemi këtu edhe pas 4 vitesh që diskutojmë edhe botrorin e ardhshëm dhe do të shikojmë domethënë rezultatet e Kloppit. Ndërkohë ju falenderojmë që na ndiqni dhe vazhdoni na klikoni në kanalet tona në Instagram dhe YouTube, Onside, qëndroni me ne. Faleminderit Elvi. Faleminderit dhe shikohemi në episodet e ardhshme.